Mirëdita, të nderuar gazetarë, të nderuar banorë të Shkodrës. Kjo dalje për mediat vjen në një moment të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës, për funksionimin e Këshillit Bashkiak dhe të vetjetës qytetare. Fushata elektorale në cilën ndodhen aktualisht partitë politike, po ndikon drejt për drejt edhe në jetën e përditshme të qytetit. Një rast tipik është edhe ai mbledhjes së kaluar, ku këshilltarët e PSD-s dhe të PD-s bojkotuan vendime të rëndësishme për funksionimin normal të qytetit. Vendime që duhet të qëndrojnë larg interesave të mushta partijake dhe të mos përdoren për qëllime elektorale. Bllokimi i mbledhjes së kaluar do të kushtoj banorëve të Shkodrës fillimisht në plazhin e Velipojës. Mospasja e një vendimi përkatës bën që mos kemi një strukturë të mirëfillt për menaxhimin e plazheve me çmime më të lira për pushuesit shkodran, si edhe për garantimin e kushteve dhe standardeve më të larta për Velipojën, destinacioni kryesor turistik i Shkodrës. Mosmiratimi i shtesës në buxhet e Bashkisë Shkodër në vlerën e 220 milion lekëve është krejtësisht e pajustifikueshme. Është një transfer të kushtuar nga buxheti i shtetit për emergjenca civile për vitin 2025, për parandalimin e rehabilitimin e objekteve në mbrojtje të jetës dhe të pronës së banorëve të qytetit. E njëjta situatë vlen edhe për Kinema Republikën, kur mungesa e vendimit ka lënë këtë institucion të rikthyer për publikun, pa premierat më të fundit dhe pa pajisje teknologjike të nevojshme të parashikuara në projektin e sjellë nga Bashkia e Shkodrës. Mosmiratimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër, Këshillit Bashkiak dhe projektit Bashki të Forta, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe nga Qeveria e Suedisë, cënojnë besueshmërinë dhe seriozitetin me partnerët e huaj. Funksionaliteti i Këshillit Bashkiak dhe marrja e vendimeve në interes të qytetarëve të Shkodrës është një detyrë për çdo këshilltar, që me vullnet ka zgjedhur të jetë përfaqësues i qytetarëve në sallën më të rëndësishme të qytetit. Mendoj se ka ardhur momenti që të tregojmë qytetari dhe përgjegjësinë dhe të lëmë pas interesat politike për të shërbyer Shkodrës, jo me bllokime, por me vendime të drejta, pa ndikim politik dhe në funksion të banorëve të saj. Ju falenderit. Ky ishte deklarata. Nëse nga ana juaj ka interes për pyetje, jam i gatshëm për përgjigjem. Janë dakord që të miratojnë projekt vendime të cilat ushtyn mbledhjen e kaluar. Është gati Këshilli Bashkiak që të mbledh seancën e radhës për miratimin e tyre? Patjetër, është detyra jona, është përgjegjësiria e çdo këshilltarit për të miratuar vendimet të cilat janë në interes të qytetarëve. Është kryesia, si organ këshillimor, i cili përcakton datën e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Kuptohet jemi në një kohë kur projekt vendimet dhe vendimet kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sepse siç e citova në deklaratën e mësipërme, kanë bëjnë me menaxhimin, kanë bëjnë me administrimin e plazhit të Velipojës, i cili është një destinacion shumë i rëndësishëm turistik, dhe as më tepër është imazhi i qytetit të Shkodrës për sa i përket turizmit. Dhe besoj që çdo lloj diskutimit është i tepërt, përveç se vullnetit për të dalë mbi interesat politike dhe me votuar të çka është në të mirë të qytetarëve të Shkodrës. Subjektet politike pretendojnë që këto vendime i shërbejnë fushatës elektorale, Partisë Socialiste dhe Krye Bashkiak. Keni një përgjigje? Jo, absolutisht nuk janë vendime që i shërbejnë partive politike, janë vendime që i shërbejnë qytetarëve të Shkodrës. Kuptohet që vendimarrjet kanë kostot e veta, qoftë në kohë, qoftë edhe në për sa i përket implementimit, dhe kuptohet që ndikimet janë përtej kësaj fushate, janë vendime të cilat ndikojnë qoftë në të ardhmen e bashkisë, qoftë në administrimin e institucioneve apo në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Shkodrës. Nëse do të miratohet pika për menaxhimin e plazhit të Velipojës dhe ndërteve ashme, si do të veprohet? Atëherë është detyra administratës së Bashkisë Shkodër të mendojë diçka tjetër. Këshilli Bashkiak është një institucion i cili do të përgjigjet me përgjegjësimë çdo lloj projekt vendimit i cili shërben mirë administrimit të territorit, jo vetëm në Velipojë, por kudo nga Thethi deri në Bregdetin e Velipojës.